Komisionet paralele në selinë e Partisë Demokratike janë fokusuar këtë herë tek parashikimet e buxhetit për vitin 2015 për sektorin e energjisë dhe atë të bujqësisë. Sipas deputetit Sherefedin Shehu, sistemi energjetik është në kolaps dhe qeveria nuk ka asnjë plan si mund të përmirësojë situatën, ndërkohë që mbi qytetarët do të rëndojë edhe rritja e çmimit të energjisë. Në buxhetin e vitit që vjen nuk ka asnjë mbështetje për sektorin energjetik. Sektori është në kolaps dhe rreziqet në vitin e ardhshëm pritet të jenë akoma më të mëdha. Ndërkohë që për deputetin Gjergji Papa, buxheti i vitit 2015 rrezikon seriozisht sektorin e bujqësisë. Në Shqipëri ka rreth 30.000 hektar tokë bujqësore nga 17.000 që kishin para 8 viteve, të cilat vazhdojnë akoma të përmbyten. Një pjesë e këtyre tokave vazhdojnë të jenë të përmbytura edhe pas rresheve që ranë ditët e fundit. Ministria e Bujqësisë nuk ka asnjë program ndërhyrje për këtë sipërfaqe dhe asnjë aksion konkret për vitin 2015. Deputetët e opozitës kanë diskutuar buxhetin për vitin 2015 edhe në qytetin e Cerrikut, ku papunësia është mbi 40%. Gjatë këtij takimi, banorët kanë denoncuar varfërinë, shëndetësinë e përkeqësuar, heqjen nga lista e asistencës dhe janë shprehur të gatshëm të i bashkohen Partisë Demokratike në protestën e 22 nëntorit.